lidhur me ekzekutimin e gjyqtarit brenda gjykatës, dje rreth orës 15 në orës 13 Kod dreke, po. Në kod dreke. Thonë që nuk kanë ndonë ndonjëherë, ka priti si historian që je, nuk kanë ndonë ndonjëherë në këto 113 vjetë të shtetit shqiptar që të vritet një gjykatës brenda në sallën e gjyqit. Paktën nga memoria jote, kemi Gjyqtar jo, po arma ka plas në parlament, disa herë. Jemi dakord, jo plas për vrasje gjyqtari unë. Kjo është e rrallë, është e papare për gjuar? Jo, gjyqtari janë vrarë në Shqipëri. Po jo në sallën e parlamentit? Jo në sallën e gjyqit. Në sallën e gjyqit më farë sa është parlamentit. Me sa mbaj mend unë, jo, në çfarë do dhe kohë. Pra kjo është e parë, pra është new entry, është gjë e re kjo apo jo? Mbahet, do shënohet në histori. Kjo bën dhe ngjarjen të rëndë. Domethënë, unë mendoj që shqiptarët sot janë të mpirë nga ky lajm. Dhe së pari, sigurisht do të shprehim ngushëllim edhe familjes. Ngushëllim e familjes, po patjetër. Ngjarje vërtet shumë e rëndë. Dhe ajo që unë besoj që duhet të ndodhi mbas kësaj, është që të kuptojmë realisht çfarë ka ndodhur. Se dakord, ngjarja shumë e rëndë. Është gati një akt terrorist çfarë ka ndodhur, sepse tu sulmua shtetin në vendin e punës. Dhe një gjyqtar konsiderohet në 2-3 shërbëstarët e shtetit më të rëndësishëm. Dakord? Aty kur ta vrasin atë do të thotë që sikur shteti ka rënë. Por për të arritur deri te arsyet aty, duhet të jemi shumë të ftohtë. E kuptuar. Kjo është një ngjarje shumë komplekse që arritëm deri këtu. Dhe unë mendoj që nëse do merremi seriozisht me çfarë ka ndodhur, atëherë tu do dalin problemet e mëdha. Jo vetëm për të zbardhur motivet e ngjarjes, motivet dihen për shumë sepse u thanë dhe nga palët. Për të kuptuar si erdhën deri. Për pronën në Shkodër. Sepse në një farë mënyrë duket sikur është një ngjarje e paralajmëruar. Në një farë mënyrë, po. Dhe në qoftë se nuk vihet dorë, ka për ndodhur prapë. Nuk dua të rrim shumë gjatë e kjo pjesë, se nuk je as ti as unë njerëzit kompetent, le të themi, që merrem me këtë pjesë, po futu detajet e ngjarjes, sepse ajo pjesë tashmë dihet nga publiku. Po ajo që më bëri përshtypje kapri, dhe këtu do doja një komentin tënd. Si ka mundësi që shumica e reagimeve sociale ishte në një mënyrë gëzoi për vrasjen e gjyqtarit? Si ka mundësi? Ç'është kjo urrejtje e madhe ndaj drejtësisë në këtë vend? Këtë duhet të nënkuptoja që duhet të merremi seriozisht. Sepse është përmbys piramida çani. Është përmbys piramida. Këtu ka shumë zyrtar të ndershëm që punojnë me devotshmëri. Edhe në rastin e tij, pra nuk shante njëri gjyqtari. Po patjetër. Pra merreshin me parim me aktin. Por Mirja bën, kështu e meritonte andaj këtej, nuk është se e kishin me të ndjerin. S'kishin ndonjë gjë me të, personalisht. Edhe nga po t'i lexoja mesazhet, sepse ishin mesazhet ad hominem, pra nuk ishte emër. Kjo ishte një anë tjetër e rëndë, pra që unë them që anë e rëndë ose e lehtë dhe nuk e dim, por kjo është një anë që do të merremi seriozisht. Që na thot diçka nuk shkon në këtë. Do të merremi seriozisht, sepse ne jemi për 30 vjetësh në një model të kapur. Po do të më theruar në problemi pronave. Urrejtja e njerëzve ndaj shtetit, deri diku me të drejtë, është bërë kaq e madhe, sa ty mund të kesh edhe reagime të tilla siç ndodhen me rastin e. Urrejtja po ndërkohë ka dhe një nënshtrim të shtetit. Nuk është se ka ndonjë. Pra, siç është urrejtja në këtë rast ndaj një pjesë të segmentit saktuar, ka dhe një nënshtrim. Në Shqipëri zakonisht njerëzit nënshtrohen. Po sepse shteti ndaj qeverisë, është represiv, se nuk është vetëm qeveria, është shpëndar. Pikërisht njerëzit do nënshtrohen kur është. Dhe shumë interesante sepse njeriu që vrau këtë nuk është se është ndonjë grupi. Është shumë komplekse. Nuk është se bën pjesë në një grup të strukturuar kriminale dhe tjera. Pa ata janë familjar të dëshpëruar që mbrin në këtë pikë apo jo? Që vepron si një akt terrorist pra. Duket e tillë po. Është shumë e rëndë. Prandaj po them, më shumë herë për të folur për pasojat, po edhe se çfarë duhet bërë. Po ngjarja vetë tregon se sa larg kemi shkuar. Ka vajtur ku s'mban më. Ti si historian që je pas 100 vjetësh që do ishe gjallë, do ta shkruaje këtë gjë, do shkruaj diku kjo që në datën 6 e hën 6 tetor 2025, vrasja e parë një gjyqtari brenda sallës gjyqit. Do mbetet kjo, do mbetet në histori? Patjetër, është precedent. Është precedent. E lidhur me të gjithë problematikën e këtyre 30 viteve. A mendoj do të trembe gjyqtarë të tjerë pas kësaj që ndodhi dje në vendimet që do japin? Dëgjoj, unë mendoj që gjyqtarët në radhë të parë duhet të jenë ata që duhet të reagojnë. Reaguan ata në mbështetjet kolegu tyre të tjerë. Më përtej. Gjyqtarët në Shqipëri
unë mendoj që kanë marrë një konotacion shumë negativ në përgjithësi. Dhe mendoj që urrejtja që ka përgjithsisht njerëzit ndaj tyre është dhe e legjitimuar, për shkak sepse ne kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi një sistem gjyqësor me shumë probleme. Por të arrish deri në këtë pikë është fundi, është të vesh duart në kokë. Prandaj, unë nuk e di se ku duhet filluar, te kam dilemë, që të kapet, po themi, demi nga brirët, si është e shpreha, që du dalësh për çdo çështje. Ka presion të është kështu, më së shumti për këtë, le t'ju plas fabulën ekskluzive.